Në Bruksel është mbajtur këtë të hënë në 11 maj takimi i Këshillit për Punë të Jashtme të Bashkimit Evropian, ku një nga temat kryesore ishte avancimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e integrimit evropian. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të BE-s zhvilluan një mëngjes pune me homologët e tyre nga rajoni, me fokus tek reformat, siguria dhe forcimi i bashkëpunimit rajonal. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, deklaroi se diskutimet do të ishin të përqendruara në zbatimin e reformave dhe përballjen me kërcënimet hibride, të cilat sipas saj po rrezikojnë stabilitetin demokratik të vendeve të rajonit. Ajo gjithashtu përmendi edhe shembullin e përvojës me Moldavinë dhe theksoi se janë duke punuar edhe me Armeninë. Vendet e rajonit kanë kërkuar mbështetje të ngjashme, pasi edhe ato po përballen me sulme ndaj demokracisë së tyre, u shpreh Kallas. Kallas theksoi gjithashtu se siguria dhe mbrojtja do të jenë pjesë e rëndësishme e agjendës, duke nënvizuar pritshmërinë e Bashkimit Evropian që vendet e Ballkanit Perëndimor të harmonizohen me politikën e jashtme dhe të sigurisë së Unionit. Në takimin e përbashkët morën pjesë ministrat e jashtëm të Shqipërisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Malit të Zi, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Diskutimet pritet të shërbejnë si bazë për vijimin e debateve mes ministrave evropian mbi situatën politike dhe të sigurisë në rajon. Një tjetër temë e rëndësi ishte edhe përgatitja për samitin BE Ballkan Perëndimor, i cili do të mbahet në qershor në Tivat të Malit të Zi. Sipas diplomatëve evropian të përfshirë në organizimin e takimit, fokusi mbetet forcimi i bashkëpunimit mes BE-s dhe rajonit, rritja e qëndrueshmërisë ndaj ndikimeve të jashtme dhe harmonizimi me politikat evropiane, duke përfshirë edhe sanksionet. Në qendër të vëmendjes ishte edhe dialogu për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Burime diplomatike në Bruksel kanë shprehur pakënaqësi me ritmin aktual të procesit, duke vlerësuar se megjithse muajt e fundit kanë sjellë disa rezultate, dialogu ende nuk po zhvillohet me dinamikën e dëshiruar nga Bashkimi Evropian. Presim që ky diskutim të japë një shtys shtesë për avancimin e procesit, deklaroi një diplomat evropian në kushte anonimiteti. Sipas të njëjtave burime, Kaja Kallas ka shprehur edhe gatishmërinë për të luajtur një rol aktiv në ndërmjetësimin e dialogut. Megjithatë, situata politike në Kosovë dhe Serbi po e vështirëson organizimin e një takimi të ri në nivel liderësh. Takimi i fundit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi në nivel të lartë politik është zhvilluar në shtator të vitit 2023. Ndërkohë, Kallas mori detyrën si shef e diplomacisë europiane në dhjetor 2024 dhe ende nuk ka pasur mundësi të udhëheqë një raund të tillë bisedimesh. Gjatë vitit 2025, procesi i dialogut është ndikuar nga zhvillimet e brendshme politike në të dy vendet. Në Serbi, protestat që nisën pas tragjedisë në stacionin hekurudhor në Novi Sad vazhdojnë prej muajsh, ndërsa në Kosovë vendi është përballur me krizë institucionale në zgjedhjet e përsëritura parlamentare. Zgjedhjet e reja në Kosovë janë caktuar për në datën 7 qershor.